تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ومن هذه الرسائل النفيسة الصغيرة ولكنها عظيمة الفائدة هذه الرسالة التي فيها ما الواجب على العبد إذا جاءه أمر من أمر الله عز وجل. إذا سمع يا أيها الذين آمنوا ثم جاء الأمر ماذا يفعل هذا العبد المؤمن تجاه أوامر الله. Një prej këtyre librave me vlerë të madhe, megjithse është i shkurt në vëllim, por ka vlerë të madhe, është ky libër i vogël i Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab me këtë titull obligimi jon ndaj urdhrave të Allahut. Domethënë kur njeriu t'i vjen një urdhër nga Allahu, kur e dëgjon ajetin që thot o ju të cilët keni besuar, çfarë duhet veprojnë në lidhje me këtë urdhër. ومن المعلوم عند كل مؤمن أن الله عز وجل لم يخلقنا عبثا ولا لهوا تعالى وتقدس عن ذلك، وإنما خلقنا لغاية عظيمة وحكمة بالغة ألا وهي عبادة الله وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Dhe besimtari e di dhe e kupton se Allahu subhanahu wa ta'ala nuk e ka krijuar kot, as nuk e ka krijuar për lojë. Pra i lartësuar është Allahu dhe i pastër nga kjo gjendje dhe nga ky mendim, por Allahu e ka krijuar njeriu që ta adhurojë Allahun, edhe ka thënë Allahu nuk i kam krijuar njerëzit dhe xhinët për asgjë përveç se që të më adhurojnë. الله ما خلقنا ولا خلق هذا الخلق بسماواته وأراضيه عبثا ولهوا وباطلا كما قال عز وجل خلق السماوات والأرض بالحق فتعالى عما يشركون. Allahu i ka krijuar qiejt dhe tokën dhe ka krijuar njeriu, të gjitha këto me qëllime të larta, nuk i ka krijuar kot. Allahu ka thënë i ka krijuar qiejt dhe tokën me hak, me të vërtetën. Pra i lartësuar është Allahu dhe i pastër nga ajo që ja shoqërojnë në adhurim. وأخبر تعالى عن أولي الألباب أهل العقول السليمة أنهم كانوا يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Pashtu ka treguar Allahu për njerëz të mençur, njerëz që kanë logjik të shëndosh dhe të fuqishme, se ata thonë, o Zoti ynë, nuk e ke krijuar këta kot. Pra i lartësuar je ti dhe i pastër nga tmetat, na ruaj prej dënimit të xhehenemit. فالاعتقاد بأن الله عز وجل خلق الخلق سدى وهملا هو اعتقاد الكافرين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. Kurse mendimi se krijimi i qiellit dhe tokës është vetëm për kot, pa ndonjë qëllim të caktuar, ky është mendimi i mosbesimtarëve. Ka thënë Allahu, nuk i kemi krijuar qiejt dhe tokën për kot. Ky është mendimi atyre që nuk besojnë dhe mirë për ata që nuk besojnë prej dënimit që i pret. الله عز وجل يقول لأهل النار يوم القيامة أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Dhe u thot Allahu banorëve të xhehenemit në ditën e gjykimit, a menduat se ju kemi krijuar vetëm kot dhe menduat se nuk do të ktheheni tek ne për të dhënë llogari? ولما ذكر الله عز وجل خلق الإنسان وأنه خلقه من نطفة حتى أصبح إنسانا سويا قال عز وجل بعد ذلك أيحسب الإنسان أن يترك سدى. ومعنى سدى قيل أنه لا يؤمر ولا ينهى أو أنه بلا حكمة ولا غاية بل إنه يحاسب ويعاقب ويؤمر وينهى. Kur ka përmendur Allahu krijimin e njerëzit, edhe ka treguar se krijon njeriu nga një pikë uji edhe në faza të ndryshme dhe derisa bëhet krijesë e plotë dhe e fuqishme, thot Allahu, a mendon njeriu se do të lihet kot? Dhe kjo shprehje këtu në këtë ajet që a mendon se do të lihet kot, është për qëllim, disa prej dietarëve kanë thënë, a mendon se do të lihet pa urdhra dhe pa ndalesa, a mendon se nuk do t'i vinë urdhra dhe ndalesa, ose kanë thënë disa se a mendon që nuk do të merret në llogari, pra padyshim se njeriu do të llogaritet për ato urdhrat dhe ndalesat që i kanë ardhur në jetën e kësaj bote. فإذا تقرر هذا عند المسلم وأن الله يأمره وينهاه إذن ما الواجب عليه إذا سمع أمرا من أوامر الله وما الواجب عليه إذا سمع نهيا مما ينهاه الله عز وجل عنه.
Prandaj kur muslimani e kupton këtë dhe e beson këtë, atëherë cili është obligimi i njeriut kur e dëgjon urdhrin e Allahut ose kur dëgjon një ndalesë prej ndalesave të Allahut, si duhet të veprojë me të? وهذه الرسالة تدور حول هذا الأمر، وهي السبعة الأمور التي تجب على العبد تجاه أوامر الله عز وجل، وذكرها أولا إجمالا وسنأخذها نقطة نقطة. Ky libër i vogël e ka përfshirë këtë temë, domethënë dhe fokusohet vetëm në këtë çështje se si duhet veprojë njeriu në lidhje me urdhrat e Allahut. Në fillim i ka përmendur në përgjithësi dhe pastaj vazhdojnë secila pikë në vetvete që të shpjegohet. والشيخ مثل في بداية الرسالة بأمر الله عز وجل للعبد بالتوحيد ونهي عن الشرك، فمن الواجب عليه حين يسمع أمر الله بعبادته وحده لا شريك له تحقيق التوحيد لله. إذن ماذا يفعل تجاه هذه الأوامر؟ Në fillim, autori e ka përmendur si shembull çështjen e tauhidit, ose çështjen e parë, çështja e tauhidit, dhe kur njeriu dëgjon urdhrin e Allahut që ta adhuroj vetëm Allahun, ta veçoj Allahun me adhurim, mos i shoqëroj atij në adhurim. Pra çka duhet veproj? Si duhet ta plotësoj këtë tauhid dhe si duhet ta zbatoj atë? نعم. الأمر الأول الأمر الأول الأولى العلم به أو المرتبة. الشرح هنا بدأ يفصل. قال رحمه الله: المرتبة الأولى العلم به. أكثر الناس علم أن التوحيد حق والشرك باطل، ولكن أعرض عنه ولم يسأل، وعرف أن الله حرم الربا وباع واشترى ولم يسأل، وعرف تحريم أكل مال اليتيم وجواز الأكل بالمعروف، ويتولى مال اليتيم ولم يسأل. Pra, pika e parë ishte dituria. Dhe thot autori rahimahullah, ose shkalla e parë dhe grada e parë është dituria. Thot shumica e njerëzve e dinë se tauhidi është hak, është e vërteta, dhe shirku është batil. Mirë po, largohen prej tij dhe nuk pyesin. Pra ja kthejnë shpinën dhe nuk pyesin. E di se Allahu e ka ndaluar kamatën, por bën shitblerje dhe nuk pyet. E di se Allahu e ka ndaluar ngrënien e pasurisë së jetimit dhe e ka lejuar që të haj, domethënë ai që kujdeset për jetimin në mënyrën më të mirë, dhe e merr përsipër pasurinë e jetimit dhe nuk pyet. إذا الأمر الأول حفظكم الله هو العلم. إذا سمعت أن الله عز وجل أمرك بأمر كما مثل الشيخ في التوحيد، إذا عرفت أن الله أمرك بالتوحيد فهنا لا بد للعبد أن يتعلم هذا التوحيد وأن يدرس التوحيد ويدرس مظاهره ويدرس ويعرف حقائق التوحيد ونواقض التوحيد وما يضاد التوحيد، وهكذا في جميع الأوامر. إذا عرف وعلم أن الله أمره بالإحسان للأيتام ببر الوالدين لا بد أن يعرف ويتعلم دلائل ذلك ويتعلم أوجه هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به. Pra çështja e parë është dituria. Domethënë në lidhje me urdhrin e Allahut, në fillim njeriu duhet ta dijë ata. Prandaj kur e di se Allahu ka urdhëruar për tauhid, atëherë patjetër duhet të di se çka është realiteti i tauhidit, si zbatohet tauhidi, cilat janë format në të cilën shfaqet tauhidi. Domethënë patjetër duhet të pyes, të mësoj, të studioj në hollësi edhe urdhra të tjerë, domethënë siç janë bamirësia ndaj jetimëve ose bamirësia ndaj prindërve, kur i sheh se janë urdhrat e Allahut, domethënë fillimisht duhet të filloj të mësoj ato dhe të di. ولذلك جاءت الأدلة الكثيرة في الكتاب والسنة على حث المسلم على التعلم والدراسة والترغيب فيه وبيان فضل العلم. وهذا يؤكد علينا أيها الكرام الإخوة أن لا تنشغل بالدنيا فقط، بل لا بد أن تجعل وقتا لتعلم صلاتك، تعلم توحيدك، تعلم الزكاة، تعلم فرائض الإسلام، تعلم الشريعة، تقرأ في الكتب حتى ترفع عن نفسك الجهل.
Për këtë shkak shohim argumentet shumëta në Kur'an dhe Sunet që nxisin për mësim, për dituri, për studim, lexim, vazhdimisht, do të thonë që njeriu të di çështjet e fesë së tij. Dhe kjo na përforcon se ne nuk duhet ta humbim kohën duke u angazhuar krejtësisht vetëm me çështjet e jetesës së dunjas, por patjetër duhet të kemi kohë të ndartë, veçantë për mësimin e fesë, për njohjen e tauhidit, për të njohur çështjet e namazit, zakatit, agjerimit, do thotë për çështjet e fesë, patjetër duhet të kemi angazhim me mësimin e kësaj diturie. والأدلة على ذلك كثيرة في الكتاب وفي السنة. الله عز وجل قال يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة وأبي درداء قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. فلا بد أن يكون لك نصيب في هذه الطاعة الجليلة والقربة العظيمة التي يحبها الله عز وجل. Prandaj, domethënë argumentet për këtë janë të shumta dhe ka thënë Allahu i lartësuar në ajetin, kuptimi i cilit është Allahu i ngre ata që kanë besuar dhe i ngre ata që kanë dituri në grad shumë të larta. Dhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush zgjedh një rrugë për të kërkuar në të dituri, Allahu atij ja lehtëson rrugën për në xhennet. Domethënë, patjetër që të kesh hise në këtë shpërblim. Domethënë, vazhdimisht të angazhohesh me mësimin e diturisë dhe të jesh në këtë rrugë që të kesh hise në këtë vlerë të madhe. نعم. الثاني قال رحمه الله: المرتبة الثانية محبة ما أنزل الله وكفر من كرهه، لقوله تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط لم يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بل أبغضه وأبغض ما جاء به ولو عرف أن الله أنزله. Thot autori rahimahullah, shkalla e dytë është dashuria ndaj asaj që e ka shpallur Allahu i lartësuar dhe njohja se nëse dikush urren diçka prej asaj që ka shpallur Allahu, kjo është kufër. Sepse Allahu ka thënë kjo është për shkak se ata e urryen atë që shpalli Allahu, prandaj Allahu u azgjësoi veprat. Kështu shumica e njerëzve nuk e duan të dërguarin sallallahu alaihi wasallam, por e urrejnë dhe e urrejnë atë që e ka sjell pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe nëse e di se këtë ka zbritur dhe e ka shpallur Allahu. المرتبة الثانية بعد أن يأتيه الأمر من أوامر الله عز وجل فإنه يجب عليه أن يحب هذا الأمر وأن يملأ قلبه حبا لما يأمره به ربه سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل لا يأمرنا إلا بما فيه الخير ولا ينهانا إلا عما فيه الشر. Shkalla e dytë është pasi njeriu ta di një urdhër të Allahut, do të thonë duhet me do e mos ta dojë ata. Do të thonë kur e di se Allahu e ka urdhëruar me ta, duhet ta dojë këtë urdhër, sepse duke e ditur që njeriu Allahu nuk e urdhëron me diçka përveç se në të ka mirësi të shumta. Dhe çdo herë kur Allahu i ndalon diçka, do të thonë në të ka sherr të madh dhe të keqe të madhe. Për këtë shkak e do urdhrin e Allahut. ومحبة أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم هي داخلة في محبة الله ومحبة رسوله، وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أي حتى أوامر الله وأوامر رسوله. Dashuria ndaj urdhrave të Allahut dhe urdhrave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam bën pjesë në dashurinë ndaj Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra, si ka thënë në hadith, që ta doj Allahun dhe të dërguarin e tij më shumë se çdo gjë tjetër. Do të thonë ta doj Allahun dhe urdhrat e tij dhe ta doj pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe urdhrat e tij. وجاء في الدعاء الماثور عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربني إلى حبك. فهنا بين عليه الصلاة والسلام أنه ينبغي على المؤمن أن يحب الله ويحب رسوله ويحب كل عمل صالح
يقرب إلى الله وإلى طريق الجنة، وأن يكون ذلك سببا في دخوله في الجنة وبعده عن النيران. Në një prej lutjeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam e cila është sakt, se aty ka thënë: "O Allah, unë ta kërkoj dashurinë ndaj ty dhe dashurinë e secilit që të do ty dhe dashurinë e veprave që më afrojnë te dashuria jote." Dhe kjo tregon që njeriu duhet ta dojë çdo gjë që vjen nga Allahu, ta dojë Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe çdo gjë që ka ardhur nga Allahu dhe ka përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra ti dojë rrugët që e çojnë në xhenet dhe rrugët që e ruajnë prej dënimit në zjarr. لذلك جاء التحذير الشديد مسألة كره ما أمر الله عز وجل به، بأن يبغض ما يأمره الله عز وجل به، مهما كان هذا الأمر يوافق هوى النفس أو يخالف هوى النفس، لا يجوز لك أن تبغض ما أمر الله به، بل بغض ما أمر الله به من أسباب حبوط العمل ومن أسباب نقض لا إله إلا الله، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. Pashtu kanë ardhur argumentet shumëta që tregojnë për të keqen, ligësinë e urrëties në një gjëje që e ka zbritur Allahu. Sepse do të thënë urrëtia për një urdhër ose një çështje që është shpallur në tekstet e shariatit është shkak për shkatrimin e veprave. Do të thënë kur njeriu urren diçka prej fesë Allahut, do të thënë ajo është shkak për shkatrimin e veprave, që do të thënë anulimin e Islamit dhe prishjen e tauhidit dhe prishjen e fjalës la ilaha illallah. Si ka thënë Allahu në ajet, kjo ishte për shkak se ata e urryen atë që shpalli Allahu, prandaj atyre u azgjësuan veprat. نعم. الأمر الثالث قال رحمه الله: المرتبة الثالثة العزم على الفعل وكثير من الناس عرف وأحب ولكن لم يعزم خوفا من تغير دنياه. Thot autori rahimahullah, shkalla e tretë është vendosmëria për ta bërë veprën. Do të thënë vendosmëria e prerë për ta bërë veprën. Shumë prej njerëzve e dinë dhe e duan urdhrin, mirë po nuk janë të vendosur për ta kryer atë urdhër, sepse friksohen se do t'ju ndryshojë diçka prej dunjas së tyre. الأمر الثالث وهو أن نعزم العزم الأكيد على فعل ما أمرنا الله عز وجل به، والعزم هو حركة في القلب بحيث أنه يتوجه إلى الخير ويرغب فيه، ومتى ما حصلت له الفرصة عمله، فهذا كله العزم الذي يحرك القلب، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن هم بحسنة فإن فعلها كتبت له، إن لم يفعلها كتبت له حسنة، وإن فعلها كتبت له حسنة إلى 10 أضعافها إلى 700 ضعف. كل ذلك بسبب الهم ومعناه العزم على فعل الطاعة. Pra çështja e tretë në lidhje me urdhrat e Allahut është vendosmëria e prerë për ta kryer atë urdhër. Që njeriu dhe vendosmëria çka do të thonë është lëvizje e zemrës ose vepër e zemrës, që njeriu do ta kryej veprën, ta kryej urdhrin që ka urdhëruar Allahu. Kurdo që t'i vi mundësia, kurdo që t'i plotësohen kushtet, do të thonë, është i vendosur, i paluhatshëm për kryerjen e urdhrit të Allahut. Dhe për këtë shkak, pra njeriu me këtë fiton, do të thonë me vendosmërinë e vërtetë dhe të paluhatshme. Se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush do që të bëjë një vepër të mirë, nëse nuk e bën, i shkruhet një vepër e mirë. Nëse e bën atë, atëherë i shkruhet ajo vepër si deri në 10 fish, deri në 700 fish, domethënë dhe më shumë sa do Allahu subhanahu wa ta'ala. وفي الدعاء الماثور النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم إني أسألك العزيمة على الرشد. فإذا علم أن هناك أمر فيه رشد وفيه الصلاح وفيه الخير في الدنيا والآخرة، هنا لا بد من وجود العزيمة على فعل هذا الأمر وأن يحرك قلبه للقيام به.
ليس المسألة مسألة فقط علم ومحبة بدون نية وعزيمة على فعله متى ما تيسر. Në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është përmendur se ka thënë: "O Allah, unë të kërkoj vendosmëri në udhëzim ose vendosmëri për vepra të mira." Dhe do të thonë që kur njeriu e di se një vepër ka përmban vendosmëri dhe është udhëzim sipas udhëzimit të Kuranit dhe Sunetit, do të thonë, edhe e di se ajo vepër është prej veprave të udhëzimit dhe mirësisë, atëherë duhet të jetë i vendosur dhe me nijet, me qëllim, vendim për ta kryer atë. Pra nuk mjafton vetëm dituria dhe njohja e përgjithshme, edhe pretendimi për dashuri pa pasur nijet, do të thonë vendosmëri të prerë për ta. وقد ذكر الشيخ رحمه الله مثالا على سبب من أسباب ترك العزم على الفعل، وهنا يضرب مثال بالتوحيد، وأن كثيرا في عصره وفي غير عصره كثيرا يعلمون أن التوحيد هو الحق ويحبون التوحيد، ولكنه إذا جاء إلى فعله فإنه لا يفعله ولا يعزم حتى على فعله. لأجل ماذا؟ لأجل حب الدنيا وحب الجاه، وهذا يحصل من كثير حتى من الكفار، تجده يعرف أن الحق في الإسلام ولكنه تركه لأجل الدنيا، تذهب منه الأموال. وهذا أيضا ينطبق على رؤوس أهل البدع والضلال، يتركون السنة مع علمهم بأنها هي الحق طمعا في الدنيا. Pastaj këtu autori rahimahullah ka sjell një shembull lidhe me tauhidin, shembull të njerëzve që i kanë qenë kohën e tij dhe janë deri në kohën tonë edhe në secilën kohë gjenden, do të thënë ata të cilët e njohin tauhidin edhe dinë se tauhidi është hak, e dinë se aty është e vërteta dhe argumentet, por janë të friksuar që të vendosin, që ta bëjnë, madje edhe që të kenë nijet për ta bërë, sepse mendojnë që do t'i largohet dunjaja, do të humbin njerëzit e kështu me radhë. Edhe kjo gjendet edhe të shumë prej mosbesimtarëve. Do të thënë e dinë se Islami është e vërteta dhe e dinë realitetin e tij, por friksohen se nëse hyjnë në Islam, do të thonë do t'i humbin të mirat e kësaj bote. Dhe gjithashtu këtë gjem të shumica e kokave të bidatxhive, të cilët e dinë sunetin, e dinë menhexhin e saktë, mirë po nuk duan ta ndjekin ata, pra nuk kanë asnjëjet në zemër për ta ndjekur ata, sepse friksohen se me këtë, do të thonë do t'ju humbin çështjet e kësaj bote. نعم. الرابع قال رحمه الله: المرتبة الرابعة العمل. وكثير من الناس إذا عزم أو عمل وتبين عليه من يعظمه من شيوخ أو غيرهم ترك العمل. Shkalla e katërt është vepra. Thot shumë prej njerëzve janë të vendosur të veprojnë ose fillojnë të veprojnë, mirë po pastaj u vinë njerëz të cilët këta i madhrojnë, siç janë hoxhallar ose shijuh, edhe ose të tjerë, atëherë largohen prej veprës. إذن بعد أن يعلم ويحب هذا الأمر ويعزم على فعله، إذا جاء وقته وتحينت فرصة العمل لا بد أن يطبق هذا العمل، لأنه إن لم يعمل كان علمه حجة عليه وليس حجة له. Pra, pasi njeriu ta di urdhrin e Allahut dhe e do atë dhe është i vendosur që ta bëj, atëherë duhet ta veproj kur të vijë momenti, koha ose rrethanat për ta vepruar atë vepër. Përndryshe nëse e di dhe nuk vepron, atëherë kjo dituri do të jetë argument kundër tij. ويجب على العبد أن يعلم أن العبد إذا جاءته فرصة الطاعة فحرص عليها وفعلها فإن الله يوفقه لطاعات أخرى ويفتح له أبواب الخير، ولكن الذي تأتيه فرصة الطاعة فيتركها فإنه يعاقب بعدم فتح أبواب للطاعات أخرى ويحرم من طاعات أخرى وأبواب خير أخرى، وهذا مثل الزيغ والانحراف، إذا لم يهتدي فإنه يزداد، يعاقبه الله بالزيادة في الزيغ. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، حين تركوا السنة عوقبوا بالبدعة، وهكذا الإنسان حين يترك العمل يعاقب بأن الله لا يفتح له أبواب الخير وأبواب الطاعات.
Prandaj duhet njeriu ta di se nëse e vepron veprën e mirë dhe atë që është bindje ndaj Allahut dhe shpërblim, atëherë Allahu ja shton shpërblimin duke ja mundësuar të bëjë vepra të tjera të mira. Edhe kur e bën një vepër të mirë, Allahu ja hap derën për vepra të tjera të mira. Dhe kundërta nëse njeriu i vjen rasti për të bërë një vepër të mirë dhe largohet prej asaj, atëherë pjesë e dënimit që i vjen është që ai njeri do të largohet prej veprave të tjera të mira, edhe nuk do t'i mundsohet që të bëjë vepra të mira. Edhe kjo është si edhe devijimi. Nëse njeriu largohet prej udhëzimit, atëherë dënohet që devijon edhe më shumë. Pasi ka thënë Allahu, pasi ata devijuan, ua shtrembruam zemrat ose ua devijuam zemrat. Do të thonë kur i vjen udhëzimi dhe e njeh udhëzimin, edhe nuk vepron sipas tij, nuk e pranon, atëherë dënohet që vazhdimisht i shtohet edhe më shumë devijimi. والعبد إذا عمل العمل لابد أن يدعو الله عز وجل أن يتقبل منه هذا العمل. فجاء في الدعاء قال اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Dhe njeriu kur të bëj vepra, duhet t'i lutet Allahut që t'i pranojë ato vepra, siç është përmendur në hadith, domethënë hadith ku përmendet lutja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka thënë çdo mëngjes, o Allah, unë të kërkoj dituritë dobishme, furnizim të pastër ose halal dhe të mirë dhe vepra të pranuara. Do të thonë, qëllimi është që njeriu të përpiqet që veprat të jetë pranuar tek Allahu. ومن أعظم ما يصرف عن العمل ما ذكره الشيخ هنا، وهو أئمة الضلال وشيوخ الانحراف. يضرب مثال على من ترك التوحيد في عصره لأجل الشيوخ ولأجل الرؤساء، يتركون التوحيد والعمل بالتوحيد ومساندة ونصرة أهل التوحيد. وهكذا ينبغي للعبد أن يكون متجردا لله عز وجل بالطاعة. وهذا أيضا يبين أن من أعظم أسباب الانحراف أئمة الضلال وشيوخ الحزبية الذين يصبح عمله على وفق هوى مشايخه ويترك طاعة الله والتجرد لله عز وجل. Pastaj këtu autori ka përmendur një shembull prej shkaqeve të devijimit ose shkaqeve të largimit prej veprimit të udhëzimit. Domethënë është udhëheqësit e devijuar ose hoxhallarët apo mësuesit e devijuar. Domethënë kjo është shkaku më i madh për largimin e njerëzve prej devijimit. Edhe këtë ka sjellë si shembull për në kohën e tij, domethënë njerëz që janë larguar nga tauhidi. Domethënë pasi e kanë njohur tauhidin, për shkak të atyre xhallarëve të devijum janë larguar nga tauhidi dhe nuk e kanë zbatuar edhe pasi e kanë njohur ose kanë filluar ta veprojnë. Edhe kështu ndodh gjithmonë te grupet e ndryshme të hizbive për shkak të xhallarëve të tyre, edhe nëse e njohin të vërtetën, edhe nëse pranon me gojë, pastaj për shkak të atyre largohet prej udhëzimit dhe nuk vepron sipas tij. Dhe duhet të dihet se shkaku më i madh i devijimit të njerëzve janë imamët devijues, ata të cilët nuk e tregojnë të vërtetën dhe e shtrembrojnë ata. الخامس قال رحمه الله: المرتبة الخامسة أن كثيرا ممن عمل لا يقع خالصا، فإن وقع خالصا لم يقع صوابا. Thot autori rahimahullah, shkalla e 5 është se shumë prej njerëzve që veprojnë nuk e bëjnë veprën me përkushtim të pastër ndaj Allahut. Nëse është e pastër për Allahun, atëherë nuk është e saktë. الأمر الخامس أن العبد بعدما يعلم ويحب ويعزم ويعمل العمل يجب عليه أن يعلم أن العمل لن يتقبل عند الله سبحانه وتعالى إلا إذا جاء بشرطين أساسيين، ويجب عليه أن يجعل هذين الشرطين نصب عينيه. Çështja e 5 këtu është që kur njeriu e di urdhrin dhe e do atë, është i vendosur që ta veprojë dhe vepron, bën vepër, duhet ta di se këtë vepër patjetër kjo vepër duhet i plotësoj dy kushte themelore.
që pa këto kushte vepra nuk është e pranuar tek Allahu. Domethënë patjetër të plotësohen këto dy kushte. وهذا كما قال تعالى في آخر آية في سورة الكهف التي تقرؤونها كل جمعة فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا وهنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا يشرك بعبادة ربه أحدا وهذا الإخلاص. إذن الشرطان هما الأول الإخلاص لله عز وجل والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا العمل وهذه الطاعة. Këto dy kushte janë përmendur në shumë ajete, por të dyja janë përmendur në ajetin e fundit të surës Kahf, të cilën e lexoni çdo ditë, çdo xuma, ku ka thënë Allahu i lartësuar, kush shpreson në takimin me Allahun, le të bëj vepra të mira. Do të thënë vepra të mira që janë sipas udhëzimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe mos i shoqëroj në adhurimin e Zotit të tij, mos e shoqëroj askënd. Do të thonë që të jetë vepra vetëm për Allahun e pastër. Pra këta janë dy kushte pa të cilat nuk pranohet vepra. Që vepra të jetë pastër në përkushtim dhe nijet, të jetë e pastër vetëm për Allahun, me sinqeritet. Dhe të jetë në përputhje me rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. وهذا ما جاء في قوله تعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا. إذن هذا من مواضع الابتلاء التي يبتلي الله عز وجل عباده حين يأمرهم هل أحسنوا عملهم أم لم يحسنوا عملهم. وإحسان العمل هنا هو بإيقاعه على وجه الإخلاص لله وكونه على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. Gjithashtu kjo është përmendur në ajetin ku ka thënë Allahu se ju ka krijuar, do thotë që t'ju vër në provë, t'ju testoj cili do të bëj vepra më të bukura. Dhe veprat më të bukura janë ato që i plotësojnë këto dy kushte, që janë të pastra për Allahun dhe janë në përputhje me sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kjo pikë është pikë e provës dhe testimit të njeriut. Do thotë ai bën veprat e tij me këto dy kushte apo jo. وقد سئل الفضيل بن عياض عن هذه الآية فقال أخلصه وأصوبه. فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا أي على السنة لم يقبل. إذا كان العمل صوابا على السنة ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. Dhe për këtë ajet është pyetur Fudail ibn Iyad, çka do të thonë kush bën vepra më të bukura? Ka thënë më të pastra dhe më të sakta. Dhe e kanë pyetur çka do thotë kjo? Ka thënë kur vepra është e pastër për Allahun, por nuk është e saktë, nuk pranohet. Dhe kur është e saktë, por nuk është e pastër, nuk pranohet. Nuk pranohet vepra derisa të jetë e pastër dhe e saktë. Dhe e pastër është ajo që bëhet vetëm për Allahun, e saktë është ajo që është sipas sunetit. وقد ذكرنا في الدرس أن الناس ينقسمون 4 أقسام تجاه هذين الشرطين. منهم من هو خير الناس الذين عملوا بالإخلاص والمتابعة، ومنهم من هو القسم الثاني شر الناس لا إخلاص ولا متابعة، ومنهم من حقق الإخلاص إجمالا لكنه لم يتابع، هؤلاء أهل البدع، ومنهم من تابع لكنه غير مخلص، هؤلاء المنافقون والمراؤون. انظر أي الأقسام أنت. Përmendëm në mësimet e seminarit se njerëzit në lidhje me këto dy kushte janë 4 grupe ose 4 lloje. Njerëz që janë njerëzit më të mirë, ata të cilët i bëjnë veprat me përkushtim të pastër, me sinqeritet ndaj Allahut dhe e bëjnë sipas sunetit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këta janë njerëzit më të mirë. Pastaj grupi tjetër janë njerëzit më të këqij, të cilët as nuk i bëjnë me përkushtim për Allahun, as nuk i bëjnë sipas sunetit. Dhe pastaj njerëz të cilët kanë përkushtim të pastër dhe sinqeritet në përgjithësi, por nuk i bëjnë veprat sipas sunetit. Edhe këta janë njerëz të bidatit. Dhe pastaj tjerë të cilët e bëjnë veprën të saktë sipas sunetit, por jo për të përkushtuar të pastër vetëm për Allahun. Edhe këto janë prej grupeve më të këqija. Domethënë prandaj secili duhet ta shohë në cilin grup hyn. ولذلك جاء في عبارة السلف في تعريف الإيمان
مثل ما جاء عن سفيان الثوري وغيره في تعريف الإيمان، قال الإيمان قول وعمل وسنة ونية. وسنة ونية إشارة إلى وجود الإخلاص والمتابعة، وأن الإيمان لا يصح إلا بوجود السنة هي المتابعة والنية هي الإخلاص. Disa prej selefëve në definicionin e imanit, siç është Sufjan al-Thauri dhe të tjerë, e kanë përkufizuar imanin se është fjalë, vepër, nijet dhe sunet. Domethënë, imani pra është fjalë dhe vepër, mirë po fjala dhe vepra nuk pranohen përderisa nuk janë me nijet të pastër për Allahun dhe në përputhje me sunetin, që domethënë se imani nuk është i sakt kur nuk plotësohen të gjitha këto kushte. نعم. السادس قال رحمه الله: المرتبة السادسة أن الصالحين يخافون من حبوط العمل لقوله تعالى أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، وهذا من أقل الأشياء في زماننا. Thot grada e 6 është se njerëzit e mirë friksohen prej shkatrimit ose azgjësimit të veprës. Ka thënë Allahu i lartësuar, pra keni kujdes që mos ju azgjësohen veprat pa e marrë vesh ju. Edhe kjo çështje është më e rralla në kohën tonë. وهذا الأمر السادس وهو وجوب الحذر مما يبطل الأعمال. وهناك مبطلات تكون خاصة بعمل معين، مثل الصلاة يبطلها عدم الوضوء، عدم القبلة، الكلام الذي يخرج عن الصلاة. وهناك مبطلات عامة تبطل العمل كله، مثل الكفر بالله عز وجل، ومثل الرياء، ومثل النفاق. الرياء أيضا دخل العمل يبطل العمل نفسه، والرياء أحيانا إرادة الدنيا بالعمل مما يذهب أجره أو يبطل العمل، فهذه مما يجب البعد عنها والحذر منها. Kjo çështje e 6 është me rëndësi, domethënë të kuptohet se vepra pasi të bëhet ka diçka që mund ta prish veprën. Domethënë pasi të jetë me gjithë ato fazat, 5 fazat e mëparshme, ka edhe pas veprës gjëra që e prishin veprën, siç është për shembull namazi, që domethënë këto prishësit e veprave, ato që i prishin veprat ka prishës të veçantë për veprat të caktuara dhe ka prishës që janë të përgjithshme për të gjitha veprat. Për shembull te namazi, prishës i veçantë është nëse njeriu fillon të falet, mirë po është falur pa avdes për shembull, ose i prishet avdesi gjatë namazit, ose kthehet në drejtim tjetër jo të kibles, ose fillon të flasë fjalë, domethënë bisedë që janë jashtë fjalëve të namazit, kështu me radhë, domethënë ato e prishin namazin. Dhe ka prishës të përgjithshëm që i prish të gjitha veprat për një herë, ose prish ndonjë vepër caktuar, siç është bërja veprës për syefaqe, domethënë syefaqësia e vogël, prish një vepër caktuar, kurse syefaqësia e madhe e përgjithshme i prish gjitha veprat. Kufri, domethënë mohimi i fesë Allahut, ose shirku, domethënë këto janë që i prishin të gjitha veprat në përgjithësi. ومن أعظم ما يحبط الأعمال الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جعلناه هباء منثورا. Më e madhja që i prish të gjitha veprat është shirku. Pasi ka thënë Allahu subhanahu wa taala, ne i morëm të gjitha veprat që ata i bën dhe i shndruam në hi dhe pluhur. وضرب على أعمال هؤلاء الكفار والمشركين مثلا، قال عز وجل: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. رماد تأتي ريح قوية فلا يبقى أثر لهذا العمل. Gjithashtu Allahu ka sjellë shembull për veprat e atyre që bëjnë shirk. Ka thënë veprat e tyre janë si hiri që i ka ardhur një stuhi e fuqishme. I ka ardhur, domethënë era në ditën e stuhisë së fuqishme. Domethënë hi i grumbulluar në një vend, edhe vjen një erë e fuqishme, një stuhi e madhe, edhe largon atë, nuk la asnjë gjurmë. Domethënë kështu janë veprat e atyre që bëjnë veprat por bëjnë shirk.
مثله بمثال آخر قال كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء، سراب تأتي ولا تجد له حقيقة، فهكذا أعمالهم، هم يعملون ولكن أعمالهم تذهب هباء منثورا لا حقيقة لها. Ose ka dhënë tjetër shembull, gjithashtu në librin e Allahut, për veprat e mushrikëve ka thënë se janë si mirazh. A dini çfarë është mirazh? Dikush? Fata Morgana, a dini çfarë është? Do të thonë, serap. Janë sigur Fata Morgana ose mirazh, thonë, do thotë që duket diçka në largësi, pastaj kur afrohet njeriu aty nuk gjen asgjë. Pra kështu janë veprat e mosbesimtarëve ose atyre që kanë bërë shirk të madh, që nuk mbetet prej tyre asnjë gjurmë, edhe nuk kanë asnjë realitet. ولذلك السلف كانوا كما ذكر، وهو أمر قال أنه قليل عند الناس في عصره، وهو قليل ولا زال قليلا، وهو خوفهم من عدم قبول العمل وخوفهم من حبوط العمل، وهذه هي صفة أهل الإيمان، أنه يعمل العمل لا يتكبر به ولا يعجب به، بل يعمل العمل ويخاف أن الله لا يتقبل منه. Dhe këtu kanë përmendur selefët edhe gjithë dietarët vazhdimisht, siç ka përmendur ky autori rahimahullah, se është shumë e rrallë kjo te njerëzit në kohën tonë. Edhe kjo në secilën kohë është e rrallë që njeriu bën vepra dhe friksohet se nuk I pranon Allahu. Kjo është e rrallë dhe kjo është prej cilësive të njerëzve të imanit. Njerëz që kanë iman të vërtet, do të thonë I bëjnë veprat e mira dhe kanë frikë se nuk I pranon Allahu, ose kanë frikë se bëjnë diçka që I prish veprën dhe shkatron ata. وهذا كقوله تعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت: أهم الذين يزنون ويسرقون، يعني يعملون المعاصي ويخافون من الله؟ قال: لا يا عائشة، هؤلاء الذين يعملون العمل الصالح ويخافون ألا يتقبل الله منهم، فهذه من علامات أهل الإيمان. Në ajet ka thënë Allahu për një grup të njerëzve, ka thënë se ata I bëjnë veprat që I bëjnë dhe zemrat I kanë të friksuara se do të kthehen te Zoti I tyre. Ka thënë Aisha radhiyallahu anha, a bëhet fjalë këtu në këtë ajet për njerëz që bëjnë zina dhe vjedhin, do të thonë që friksohen se do të merren llogari. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo o ja Aisha, këta janë njerëz të cilët bëjnë vepra të mira, do të thonë falen dhe agjirojnë dhe friksohen se Allahu nuk do t'u pranojë. ولذلك جاء في الشرع وفي السنة الأمر بالاستغفار بعد كثير من العبادات. هذا يؤصل هذه القاعدة أن العبد يعمل ويعتقد أنه مقصر في حق الله، فإذا انتهى من صلاته أول ما يقول: أستغفر الله أستغفر الله. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كثيرا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فأمر بالاستغفار في كثير من المواضع بعد العبادات. Për këtë shkak, do të thonë shumë adhurime përmendet se kur përfundon adhurimi duhet njeriu të kërkojë falje tek Allahu. Pra besimtari e bën adhurimin duke qenë I bindur se është I mangët në këtë adhurim dhe ka mangësi në atë që paraqet para Zotit të tij subhanahu wa taala. Për këtë shkak, do të thonë kur e mbaron namazin, fjalën e parë pas përfundimit të namazit është astaghfirullah, do të thonë kërkoj falje tek Allahu, thot 3 herë. Edhe është përmendur në haxh, kur përfundon haxhi, ka thonë, ka urdhëruar Allahu për dhikr dhe istighfar, edhe në fund të agjerimit. Do të thonë në shumë adhurime vjen urdhri që pas përfundimit të adhurimit kërkojmë falje te Allahu subhanahu wa taala. قال رحمه الله: المرتبة السابعة الثبات على الحق والخوف من سوء الخاتمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن منكم من يعمل بعمل أهل الجنة ويختم له بعمل أهل النار، وهذه أيضا من أعظم ما يخاف منه الصالحون، وهي قليل في زماننا.
فالتفكر في حال الذين تعرف من الناس في هذا وغيره يدلك على شيء كثير تجهله والله أعلم. Thot autori rahimahullah, shkalla e 7 është qëndrueshmëria në të vërtetën dhe frika mos përfundoj jeta me të keqe, sepse ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka njerëz prej jush të cilët bëjnë vepra të banorëve të xhenetit, mirë po u përfundon jeta me vepra të banorëve të xhehenemit. Dhe kjo gjithashtu është çështja prej të cilës friksohen më shumti njerëz të mirë, dhe kjo është shumë e rrallë në kohën tonë. Prandaj nëse mendon në gjendjen nëse mediton për gjendjen atyre që i njeh prej njerëzve në këtë temë ose në tema tjera, do të kuptosh shumë gjëra të cilat nuk i di, dhe Allahu është më i dituri. الأمر السابع والأخير وهو بعد أن يعمل ويعلم ويحب هذا العمل ويبقى عليه، يجب عليه أن يبذل أسباب الثبات على الطاعة، وهذا من أعظم شكر الله على النعمة، من أعظم شكر الله على نعمة السنة، نعمة التوحيد، نعمة أن يجعلك من السلفيين، أن تبذل أسباب الثبات ولا تنحرف. Çështja e 7 dhe e fundit që është përmendur është kur njeriu i bën veprat dhe është i qëndrueshëm në to dhe i bën me kushtet që duhen, duhet të i bëj shkaqet e qëndrueshmërisë në rrugën e drejtë. Do të thonë që të vazhdojnë këtë rrugë dhe mos luhatet në ta, mos largohet prej saj. Edhe kjo është një prej mënyrave më madhështore për falënderimin e dhuntive të Allahut. Pra duhet njeriu të jetë falënderues, mirënjohës ndaj Allahut subhanahu wa taala, që të ka udhëzuar, që të ka bërë selefi. Edhe për këtë shkak duhet të mundohesh të grumbullosh gjitha shkaqet për të qenë i qëndrueshëm, që të vazhdosh deri në fund të jetës në këtë rrugë. ومن أعظم أسباب الثبات هو الالتجاء إلى الله عز وجل بالدعاء، كما جاء في قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. Shkaku më i madh për të qëndruar në fe dhe në rrugën e drejtë është që t'i lutesh Allahut subhanahu wa taala, vazhdimisht të kërkosh qëndrueshmëri dhe përforcim, siç ka thënë Allahu për lutjen e atyre njerëzve të mirë. Ka thënë se thonë: o Zoti ynë, mos na i devijo zemrat pasi na ke udhëzuar. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lutej edhe thoshte: o rrotulluesi zemrave, na i përforco zemrat në fenë tënde. وغير ذلك من الأدعية التي يدعوها أو يدعو بها العبد لكي يثبته الله عز وجل على السنة. Dhe lutet të tjera që janë në hadithe, me të cilat njeriu lutet që Allahu ta përforcojë në rrugën e drejtë dhe ta përforcojë në sunet. من أعظم أسباب الثبات هو العلم والتعلم والاجتهاد في القراءة والنظر في كتب أئمة السنة. هذا من أعظم أسباب الثبات. Një prej shkaqeve më të mëdha për qenë i qëndrueshëm në rrugën e drejtë është dituria dhe mësimi, leximi i librave të dietarëve të sunetit dhe mësimi prej tyre. Domethënë ky është një prej shkaqeve më të mëdha për të qenë i qëndrueshëm në rrugën e drejtë. ومن أعظم أسباب الثبات هو مصاحبة أهل السنة والجلوس معهم والارتباط بهم. أما أن تبقى وحيدا فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية. Një prej shkaqeve gjithashtu të rëndësishme për qëndrueshmërinë fe është shoqërimi me njerëz të udhëzuar, me njerëz të sunetit dhe mos largimi prej njerëzve të hakut, sepse nëse dikush veçohet dhe largohet, atëherë dihet se ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, do të thënë ujku e ha atë dele që largohet nga kopeja. من أعظم أسباب الثبات هو البعد عن أهل البدع وعن أهل الانحراف، عدم مخالطة المبتدعة، عدم مخالطة الكفار، عدم مخالطة الفساق، فإن مخالطتهم تسحبك، والصاحب كما يقال الساحب، في الحديث المرء بخدنه، يجب عليك البعد ومصاحبة أهل السنة.
Po ashtu shkak për përforcim në fenë e Allahut dhe në rrugën e drejtë është që të largohesh nga njerëz të devijuar, të largohesh nga njerëz të bidatit, nga ata që kanë devijime, sepse kjo të adopson fenë, edhe të largohesh prej njerëzve që bëjnë mëkate, gjithashtu të largohesh prej njerëzve të kufrit, sepse shoqërimi me ta është dobësim i fetarisë dhe shtrembrim, domethënë, prej rrugës ose devijim prej rrugës, sepse është, siç thuhet, domethënë fjalë e urtë, është në gjuhën arabe as-sahib, domethënë shoku është që tërheq, të çon në rrugën e tij. Edhe ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, njeriu është sipas shokut të tij. Domethënë si do ta ketë shoqërinë, do të jetë në rrugën e tij. Prandaj largimi prej njerëzve të bidatit dhe njerëzve të devijuar në përgjithësi është shkak për qëndrueshmëri në fe. بهذا نكون انتهينا ونسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق وجزاكم الله خيرا على حضوركم واستماعكم.